Vazhdojnë vërejtjet e shumta të profesorëve dhe studentëve kundër provimit shtetëror. Profesori Avzi Mustafa vlerëson se këto reforma cenojnë kushtetutën, por edhe dinjitetin e profesorëve. Për më tepër, Mustafa vlerëson se ndryshimet e ligjit godasin veçanërisht arsimin shqip në Maqedoni. Megjithse autonomia e universitetit është e garantuar me kushtetutë, ato nuk e përfillin. Profesorët janë totalisht të zhveshur deri në pikën e fundit që të mos marrin, të mos kenë të drejtë të japin mendimet e veta rreth arsimit superior. Qëllimi kryesor i këtij ligji është që të partitizohet, domethënë pushteti ta ketë në dorë edhe arsimin. Unë në këtë moment bëj një apel deri tek deputetët shqiptar, qoftë të pozitës apo të opozitës, që të mos e aprovojnë këtë ligj për arsye se me këtë ligj cenohet drejt për drejt i arsimi shqiptar. Kështu që pasojat nga ky ligj do të duken menjëherë pas aprovimit. Profesori Aslan Hamiti nga ana tjetër thekson se me këtë propozim ligj do të goditet shkëmbimi i studentëve me Shqipërinë dhe Kosovën. Ligji parashikon që studentët e huaj që do të studiojnë në Maqedoni, përfshi edhe ata të Shqipërisë dhe Kosovës që studiojnë në universitetet në gjuhën shqipe, duhet të pajisin me certifikat për njohjen e gjuhës maqedonase. Gjithashtu, studentëve shqiptar nga Maqedonia që do të diplomojnë në Shqipëri e Kosovë, nuk do t'u njihet diploma pa dhënë provimin shtetëror. Deri më tani ne kemi pasur studentë të tillë të cilët kanë mbaruar dhe kanë kryer këto studimet e ciklit të dytë të magjistraturës dhe të doktoratit, themi edhe nga Shqipëria edhe nga Kosova, por tani me këtë ligj si duket atyre do t'u pamundsohet. Dhe pikërisht mbam mendje se ky propozim ligj është shumë i pafavorshëm veçmas për shqiptarët, për atë arsye se edhe ata shqiptarë të cilët do të merrnin diploma jashtë bashkënisë për nostrifikimin e tyre, atëherë do e mos ata sipas parashikimeve të këtij ligji duhet të japin edhe provimin shtetëror. Vërejtje kishte edhe ministri i drejtësisë Anan Jashari në seancën qeveritare të para disa ditëve. Ai kërkoi që provimi shtetëror të aplikohet vetëm në fund të studimeve, për të eliminuar mundësitë që studentët të humbin një vit për vetëm një provim. A do të ketë mundësi të nënshtrohet provimi shtetëror një student që për shembull ka kaluar 49% të provimeve dhe i kanë mbetur vetëm një land? Mendoj se nuk është në rregull që nëse vetëm një land nuk e ka kaluar deri në vitin e dytë, ti pamundësohet të hyjë në provimin shtetëror. Këtë them sepse mendoj se ka studentë të tillë të mirë që angazhohen për mesataret e lartë dhe kjo kategori studentësh mund të vijë në situatë të tillë. Nga ana tjetër, PD-shtja opozitare në kuvent kërkoi që provimin shtetëror të nënshtrohen edhe politikanët, duke filluar nga liderët e partive politike deri tek ministrat e deputetët. Pavarësisht vërejtjeve të shumta, propozim ndryshime tashmë kanë kaluar filtrin e parë, Komisionin Parlamentar për Arsim, dhe pritet që të hënën të shqyrtohen në seancë parlamentare.